pas kanë qenë të pasur atyre fshatrave të Shqipërisë, prindrit e ty kishin djalp mjalt ua. Në radhë të parë ishim nga një fshat të Shqipërisë, nuk ishim nga 10 fshatra. Në radhë të dytë, nëse nuk kishte fshati atëherë gjalpin edhe mjaltin, kush do ta kishte qyteti? Se edhe baktit që bëjnë gjalp, nga të cilat nga qumshi bëhet gjalpi, edhe bletët që bëhet mjalti. Dua të çaj një lajthi, dhe këto i kemi nga fshati. Fshati ka edhe baktit, edhe bletët, shëndetlia bëhej për vitëri, tani sa për një shëndetli për vitëri, kishte fshati, edhe gjalp edhe mjalt nga të gjitha, dhe na e bënte gjyshja shëndetlinë, edhe neve të tregojmë sot recetën e shëndetlisë. Sigur që të tregojmë, sigur që kishim atëherë në atë kohë, se kishim djalp e qumësht edhe... Fshati i kishte këto gjëra, kuptohet që do i kishte. Po bëjmë video! Sotri po të erdha atje, ta pi bashkë. Mbylla gojën. Vëllai është. E ka dhe ky emrin Sotri po. Edhe kështu që thua o e dashur, nuk ta maj mend emrin. Sanie. Kështu që thua, fshati i kishte atëherë gjalpin edhe mjaltin edhe mishin e ato. Ndaj dhe ishim në fshat. Tani ku dëm se do bën kaq përshtypje, shëndetlia doli perfekte. Edhe kështu që thoni. Çfarë më? Gëzuar, një vit i mbarë i gëzuar. Po sot i vjen një gur një çikë, se nuk çahet kjo.